Po t'i marim leje zotit Braçe, se i kishte ai radhën. Zoti Braçe, mund të ta dëgjoj zotin Spao për procedurë? Si doni juve, se kam problem fare. Po, dakor, zoti Spao. Po, për procedurë, lutem. Vazhdimisht kemi dëgjuar kryetarin e Komisionit Ekonomisë i drejtohet kolegëve të tij të opozitës me fjalor mjaft fyes. Rasti i sotëm është më skandalozi. Prandaj u kërkoj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të mbledhni me urgjencë Byron e Kuvendit dhe të merret mas për përjashtim nga parlamenti në përputhje me përcaktimet e rregullores të deputetit Erion Braçi. Do ta mbledhim Byron kur të mbaroj seanca, ta gjykojmë. Nuk kam ku e mbledh unë tani Byron këtu. Pas. Ju doni të pengoni parlamentin, dakor, kjo është drejta juaj. Dakor. Zoti Braçe, ju lutem. Ju mendoni që vetëm ju keni drejt të akuzoni. Unë do ta mbledh Byron, kur të jetë e mundur që mbledh Byron, nuk mund të pushoj parlamenti aktivitetin 2 orë, 3 orë për këtë gjë. Zoti Braçe, ju lutem, mund ta mbyllni diskutimin tuaj. Ta bëj me shkrim, siç është kërkesa, nga paktën 7 deputet. Unë sipas rregullores kam drejt ta mbledh brenda 48 orësh, unë do ta mbledh menjëherë brenda ditës sotme. Ju lutem, zoti deputet, ju lutem, ju lutem. Dakor, atëherë 30 minuta pushim, ju lutem. Ju lutem. 30 minuta pushim.